I can feel there is somebody here, and he's watching over me tonight as he takes away my fears, lets me know there's a heaven up there. Yeah, he's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, I know you and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels from up above. They sing hallelujah. See the crossroads coming up ahead. A choice I make, but haven't made yet. Why do pathways feel so threatening? What if I'm never... Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim në një tjetër video, në një video të parë si mami. Kjo është video ime parë në YouTube pasi vlogu i parë. Video me parë se do jetë vlogu i lindjes, unë akoma nuk e kam postuar në moment që po filmoj këtu, por që me siguri që do kese dalë para këtij. Dhe uroj t'jeni mirë dhe keni kaluar mirë. Me këtë rast di që jemi shumë e vonesë, por nuk kam pasur mundësinë t'ju uroj festën e gruas, çdo gruaje, çdo nëne, çdo femre, gjithkujt që është grua, dhe ne jemi e ardhmja, ne jemi superheroina. Këtë e kam ditë, por tani e kam kuptuar më shumë kur jam bërë mami. Por që gjithashtu gëzuar edhe ditën e verës. Unë ndërkohë kam filmuar pak këto ditë disa klipe. Kam pasur dhe ditëlindjen me datë 13, nuk është se bëm ndonjë gjë wow, sepse ishim të dy të lodhur, edhe ishin ditët e para, por që një kujtim të vogël e bëm me tortën, që do e festojmë pak më vonë si ka hije. Por unë mbusha 28 vjeçë dhe ka qenë ditëlindja ime më e bukur e gjithë jetës, sepse dhurata më e madhe që kam është bebja ime, kështu që jam shumë falendëruese Zotit. Dhe unë dhe Ohema tani kemi ditëlindjet shumë afër, ka lindur me 5 mars, ndërsa unë me 13. Edhe është shumë e bukur, të dyja jemi pesh. Këto ditë nuk kanë qenë shumë thjeshta, besoj e dini, fakti që duhet të ambientohemi, të mësohemi me beben. Do i flas më vonë, ndoshta me një tjetër video, por për momentin po e ushqej me Gji. Ka qenë pak e vështirë, sepse në fillim kishte vështirësi ta kapte dhe kemi vendosur një silikon, por tani ka 2 ditë që ja kemi hequr silikonin dhe është shumë mirë, domethënë. Por prap se prap, sot është Ohema është 10 ditë. Po, sot Ohema ka bërë 10 ditë, jemi me datë me sa jemi sot, me 15 mars, po është ditë e shtunë dhe Ohema ka 10 ditë që ka lindur, dhe supozohet që mes 10 ditëve bebja të marrë peshën e lindjes. Ajo ka lindur 3 kg e 420 gram dhe në fillim humbi ditën e parë, ditën e dytë mori, pastaj humbi, domethënë është normale gjitha kjo, por që duhet që brenda 10 ditëve të ketë marrë peshën e vet. Kështu që dëshojmë do vi sot mamia ta shoh, sepse takimin që kishim tek pediatra para 2 ditësh, në fakt kishte humbur dhe më tha që duhet jap suplement. Gjithmonë që është gjiri, duhet ta pompoj dhe duhet ja jap. Unë nuk kam dashur t'i vendos biberon akoma dhe po bëjmë një teknik që është me një tub që vendoset kur pi këtu edhe e tërheq tubin me gjithë gjirin në mënyrë që mos ta kapet biberonin, sepse qëllimi është që të mësohet me gjirin, pastaj mund t'ja fusim edhe biberonin me qumshin që pompoj. Por ka qenë pak e lodhshme, sepse tërkohës jepi Gji pompo, por e vetmja gjë që bëj tani është kjo, edhe s'kam ndonjë gjë tjetër për të bërë. Ndim kam pasur gjithkohës Gerin, ka qenë këtu, është këtu prapë në shtëpi 2 javë, plus një javë që ka pasur pushim nga puna që i bie 3 javë dhe ka akoma edhe 1 javë që do të qëndroj këtu. Në fakt, babat kanë 4 javë le lindje, por që Geri ka marrë vetëm 2 dhe 2 tjera do i marrë më vonë kur të shkojmë me pushim me kismet që tritet pak Ohema. Na kanë sillur ushqim, prindrit, kështu që punën e ushqimit e kemi pasur okej. Jemi munduar të bëjmë ndonjë punë tek këtu kështu vetëm,
Po kështu jemi organizuar, me natën zgjohemi të dy, sepse unë për shembull ja për të pirë, Geri ja bën atë goksitjen, shkon lan pompën, bën këtë gjëra. Domethënë, jemi goxha mirë, po të shohim kur shkoj Geri në punë se si të shkoj, kam pak jo frikë, po keni parasysh, por që është pas një jave kjo, kështu që fokusi për momentin është tani. Që t'ju them unë tjetër, Rohema është një bebe urt, bebe e qetë, qanë vetëm kur duhet pi, kur duhet të ndroj, normale që ka pasur të ndonjëherë edhe dhimbje barku, por jo shumë. Kemi bërë dushin e parë, nuk i ka rënë akoma kërthisa, po ja kemi la, mamia më tha që do i bjerë shumë shpejt, që ja kemi, domethënë e kemi la par dje, po ditën e ditëlindjes, me datë 13 e kemi larë. Edhe u knaqi, pëlqeu shumë uji, edhe unë u knaqa se thash të lirohet tani që është larë, se u bën goxha ditë, domethënë nuk e kemi larë maternitet siç ju kam thënë. Unë jam goxha mirë, plaga është shumë mirë, kemi hequr ato nuk është e qepur me pe, është me disa metal, sikur kështu si kapsa, le të themi, mi ka heq mamia, jam shumë mirë. Çdo ditë më duhet të bëj nga një gjilpër, nga një anë, nga një ditë një këmbë, një ditë këmbën tjetër për gjakun, që mos të mpikse dhe mos të kem asnjë trumbozë etj etj. Këtë duhet të bëj 10 copa, më ka ngel edhe pak. Kam ecur, kemi dalur, domethënë 15-20 minuta i mundu dalim çdo ditë. Këtu rreth rrotull lagjes, duke mos u lodhur, thjesht duke ecur avash avash, më bën mirë edhe mua, edhe bebit, edhe Gerit. Edhe kështu, jam me të vërtet goxha mirë, nuk jam peshu akoma t'ju them drejtën, sa kilogram jam, por barku më ka rënë, nuk jam vënë shumë presion vetes, sepse lindja cezariane është e lehtë, më e lehtë se lindja natyrale, në proces le të themi, por pastaj besoj se lindja cezariane është pak më e vështirë, duke pasur parasysh rekuperimin, edhe kam pasur goxha vështirësi t'ju them drejtën në fillim për gjithënien, sepse ishte shumë e vështirë të zgjohesha, të merja, të vendosja, të lëvizja në krevat ose në divan, domethënë pozicionet kur ulesh, të dhem goxha plaga, por që tani jam goxha mirë dhe e ndjej që djeg ndonjëherë, por që është okay. Edhe po, nuk e di nëse kam diçka që dua t'ja them apo kam harruar, por nëse më kujtohet do ju a them. Keni parë disa klipe që kam filmuar disa ditë. Sot u bëra gati, domethënë bëra një dush me gjithë Ohemën, sepse Geri kishte shkuar në futboll sot mëngjesi, thash shko, se s'ka shku që 2 javë, thash shko. Edhe ishin vetëm unë e Ohema, unë edhe Ohema, u lava, vendosa aty tek baby Bjorni, ndërkohë që po lahesha, drejtova flokët, u vesha, rregullova, sigurisht se, por që po, tani do shkoj ta vesh Ohemën, t'ja vesh i gjupin, ta fusim tek karroca edhe po dalim me gjithë Gerin pak, sepse ka rënë dielli, mëngjes ishte goxha vrentur edhe po, tani është goxha ftohtë, por është kohë e bukur. Urojt jeni mirë, se jeni këtu në këtë vlog, ju falenderoj shumë, mos harroni të bëni ndonjë subscribe, sepse do mundohem të sjell video të bukura për juve, me aq sa të kem mundësi. Me që po flisim për gjithënien, nuk kam pasur t'ju them drejtën asnjë komplikacion, përveç se në fillim ku më ka argjirë që më janë entur dhe kam vendosur gjëra të ftofta, pampersa të ftofta të ngrira që kanë futur bufer të gjiri, këto janë super për kokat e gjirit, nuk kam pas as qarje, as një gjë, janë me vërtet super, janë argjenti, duhet t'i laj, por që më kanë shpëtu jetën. I kam blerë në Amazon, diku të 20 sa euro, por që super rekomandoj, sepse nuk kam pasur fare shqetësime t'ju them drejtën me gjirin. Ka shumë kohë, por kemi bërë një gjumë, me qënë se Ohema po flinte dhe unë nuk zgjova. Shikoni pak të lulet e bukura, mi ka dhëruar motra për ditëlindje.
Edhe në fakt nuk e kisha hapur, ishin akoma me atë kartonin që ishin mbështjellur bukur. Edhe tani më ra koha t'ju them të drejtën. Edhe i rregullova, që janë shumë të bukura. Edhe pse ka 2 ditë që i kam ashtu. Kur buke mame nuk pas ka s'ko të rregullosh lulet, gjë që unë adhuroja më përpara. Edhe pak na vjen mamia, me disa minutave. Bëm pak pazar, blejmë noodles, sepse Geri do na bëj wok, që bëhet me noodles edhe me perime edhe me sos salsën wok, sikur e bëjnë aziatikët, kështu që do na gatuj Geri më vonë. Unë pastaj do bëj një smoothie ta pi, por desha që t'rregoj këtë që kam marrë, doja t'i bëja një dhuratë mamije, sepse na ka ndihmuar shumë. Edhe mendova që t'i bëj, unë e di që ajo i pëlqen shumë të udhtoj, të bëj spa, është pak tip kështu, është goxha në moshë, domethënë ka moshën e mamit tim, diku 56-57 vjeç, besoj është, edhe ja mora këtë dhuratën. Këtu të janë bongo quhet dhe ke 2700 opsione për ta përdorur këtë. Është zakonisht për quhet një formulë luksi, ke një akses në spa, masazh e gjëra tjera, kështu që doja bëj këtë, doja paketoj bukur me një letër, doja shkruaj edhe një kartolinë. Besoj se nuk është hera e fundit që mamia do vi këtu, por meqense nesër është e diel dhe nuk e di nëse vjen të hanën apo nesër, sepse do shohim pak peshën e ohemës, nëse ka marrë peshë apo jo. Edhe në fakt për këtë po vjen sot më shumë për të parë peshën e ohemës dhe gjithashtu për të parë se si ka shkuar, si pinë, sepse këto 2 ditët kanë qenë fakt si test, ju them drejtën. Edhe të shohim, kështu që po, t'ja paketojmë këtë, edhe t'ja japim. Do jetë shumë e lumtur, më besoj për këtë. Në fakt desha t'i laj edhe një foto, por aty ku shkuam ishte prishur makineria që printon fotot dhe ai aparat i vogël që unë printoj fotot nuk ishte më film dhe kisha bler një film më përpara kur kam qenë shtatzan para 1 muaji besoj, por që nuk ishte i duhuri edhe 20 euro mbetërina do shkojnë shumë keq, por që nuk e kisha parë që nuk është filmi i duhur për aparatin tim, fatkeqësisht. Përshëndetje! Sot është dita tjetër dhe ne kemi dalë prap, është një kohë shumë e mirë. Është pak freskët, por mirë, 9 gradë ishte. Dhe kemi dalë kështu si familje, shumë e ngutë, por që dolëm. Kemi pas një natë goxhet mirë, t'ju them drejtën. Po shijojmë këto kohën e bukur me babi Gerin. Babi Geri ka edhe një javë pushim, pas të na lër vetëm. Babi Geri duket shumë i lodhur. Edhe unë, po që kam vendosur si zë dhe kapele. Por do i kujtojmë me shumë dashuri këtë ditë, kështu që nëse jeni edhe juve mama të reja, postpartum, shijojeni, dilni, sepse koha ikën shumë shpejt, edhe po, shijojeni sa më shumë. Bebi apo na fle këtu, do shkojmë pastaj edhe te gjyqja të marrim ushqim se na ka bërë për të ngrënë. Edhe kështu e diela jonë. Unë kam marrë edhe një kafe, se kisha nevojë, t'ju them drejtën, se kisha kohë ta bëja në shtëpi. Dhe parku që ka plot me njerëz. Bëm gjirën tonë, shku marrëm ushqimin tek mami, edhe kur erdhëm në shtëpi, erdhi komshia edhe ra derës, dhe thash unë, ok, kush është, se zakonisht na lajmërojnë njerëzit para se të vinë.
edhe ishte komshia, edhe është indiane, vjen nga India, edhe na pa parë disa ditë ku dolëm me bebushin me karrocë, edhe tha, pas ke linë, se më ka pa shtatzane, kështu, tha shumë po, tha, ke nevojë të bëj diçka për të ngrënë, shumë e mirë, edhe tani e kuptoj vetë, nëse kam një shoqe që lind, gjëja vetme që do t'i them çfarë ke nevojë, do të vit pastroj, do të vit gatuaj diçka për ty, të cilë dhe një ushqim, me vërtet janë gjërat më të rëndësishme që mund t'i thoni një nënë të re që me të vërtet ka nevojë për ndihmë, që është ushqimi dhe sistemimi dhe pastrimi i shtëpisë. Edhe më kishte sjell këtë dhuratën. E më tha, ke provuar ndonjëherë ushqim indian, do të bëj diçka tash, jo, mos u lodhni, sepse ai ka 2 fëmijë dhe tash jo mos u lodhni, po jam e sigurt se do bëj diçka. Sepse ishte shumë e mirë. Shikoni pak çfarë më ka sjell këtë kostumin, këtë bluzën. Shikoni pak sa cute. Se po na qanë, po lëviz pak po Hema, e kam vendosur në gjumë aty. Se ishte, na erdhi dhe mamia dhe thash ju bërë, nuk ju thash, prit pastaj duhet të them se çfarë tha mamia, por që shikoni pak na solli këtë bluzën, edhe këtë kombination. Shumë cute. Sa bukra. Edhe falenderova shumë edhe harrova t'i jap biskotas. Edhe këto nuk i kam treguar këtu në kanalin tim, por për Ohemën kemi bërë ca biskota, shikoni pak sa bukra janë. Që t'ju japim njerëzve kur të vinë, prisni t'ju tregoj sa bukura janë. Janë këto, i kam përësit me një faqe këtu që i të një vajzë që e gjeta në Instagram. E gjeta në Instagram, nuk është bashkë punë i më, thjesht i kam pagu vetë, por në që se një Bruxelles dhe një të interesuar, më të më shkruani dhe të tregoj Instagramin e gocës. Kam këtë modelin, shikoni, Ohema Frimpong, datën e lindjes, edhe kemi këtë formën, kemi këtë me biberon, kemi këtë fjongën, që kemi tjetër? Kjo është më e bukura, më pëlqen shumë. Lexon, welcome baby, Ohema. Janë 4-5 modele më duket. Po, ndërë se ka që janë, po 4. Edhe do shkoj t'ja jap një 2-3 kështu, për kujtim, se harrova kur erdhi në fakt t'ja jap. E kështu. Dhe po ju thoja që erdhi mamia e shikoj Ohemën, tha që kishte marrë 10 gram, gjë që është shumë e mirë, as 24 orë nuk kanë kalu që kur i ka marrë 10 gram, dhe do vi tani të martën, sepse pa që pinte shumë mirë, qumë është kam, gjë është okej, po qëllimi është tani që të rritet pesha, që të shkoj peshen e lindjes, avash këtë ditë. Pra deri të martën kemi afat që të arrisim peshen e Ohemës, por kam shumë besim që do jesë okej, sepse pinë shumë mirë, do me thënë pirja është goxha e mirë, nuk e zëgju mirë, shikoj këtu kur bën kup. Si kam mësuar edhe unë ca gjëra tani. Edhe nuk kam nevojë të jap më atë suplementin. Suplementin në qumshtit të gjirit, e gjithmonë ja jepja ose me shiringë ose me një tub që e vendosja te goja. Tha pinë goxha mirë për mua, kështu që jeni okej, po gjithmonë po pompoj qumësh, domethënë kur e vendos tek njëra anë, tek ana tjetër pompoj, sepse më tha fakti që ti pompon stimulon gjithashtu edhe pjesën tjetër, domethënë edhe anën tjetër të gjirit që të nxjerrë sa më shumë qumësh. Edhe fakti që kam pompuar ka qenë që të kem suplemente, por që kanë kalu dozën e suplementit, faleminderit Zotit, se di që jo të gjitha mamat ja arrin dhe nuk ka asnjë gjykim, thjesht duhet thjesht e kuptoj edhe ato mama që nuk shkojnë deri në fund sa gjë, sepse është me të vërtetë shumë stresuese, sidomos kur shikon bebin duke qarë dhe mendon se nuk ke asnjë solucion, thjesht duhet shumë durim. Unë edhe ndihma e Gerit ka qenë shumë e rëndësishme, sepse në momentin që unë heq pompën, ai merr elan, e shpërlan, ose më rri afër, ose mbaroj pirjen e gjumë, pasi të mbarojnë pirjen, i bëjnë goksitjen. Domethënë është një punë që bëhet në 2, sepse zgjohesh natën, të pomposh, pastrosh pompën. Pas të t'japësh atë suplementin, është merr goxha kohë natën dhe je e lodhur, kështu që nuk bëhet vetëm, bëhet sigurisht me ndihmën e partnerit, dhe jam shumë falendëruese për këtë gjë që nuk e lam për gjysmë, sepse t'ju them drejtën, jo se kisha dhimbje, ju kam thënë që dhimbje gjiri, dhimbje gjoksi, këto nuk i kam pasur, ku më ka ardhur qumshti kanë qenë pak më të ndjeshme dhe e vështirë të flija rehat, por që këtë problem e kam kalu lehtë. Më vështirë ka qenë fakti që Ohema humbi pak gram në fillim dhe ishte pak e vështirë që t'i merrte direkt, por tani jemi në rrugën e duhur dhe shpresoj të shkojë sa më mirë.
Kështu, tani thash të mbledh pak shpinë se kam pak romuj, jo romuj pak pluhur, thjesht t'jap një fshes. Edhe mami më solli që ashtu më kishte bërë supë, më kishte bërë petë kolomoqi, si thoni juve, petë misri, e di që i thënë edhe pispili, nuk e di si i thoni janë nga jugu, por e di që është diçka e ngjashme. Edhe do na vi dhe mami dhe tezja Gerit për vizitë dhe për të na sjellë edhe ata ushqim për javën. Kështu jemi mirë një 3-4 ditë, nuk duhet gatuem, thjesht jemi relax. Edhe fokusi jon kryesor është tek Ohema. Sistemoj pak shpinë para se ato të vinë, ndërkohë që Ohema po flen është në gjumin, nuk e di, si arush po flen. Desha të tregoj pak krevatin, për zotin është, me vërtet është super i mirë dhe jam shumë e kënaqur. Gjatë natës i vendos edhe këtë jastekun e shtatzanis, sepse e kishte vështirë fakt flinte krevat ditët e para vetë pa asnjë gjë, edhe ndonjëherë ka raste që e marrim edhe mes nesh, edhe me këtë është shumë e sigurt, ja vendosim kështu në formë U. Ndjen edhe aroman, edhe është më cozy, sikur është më e mbledhur, sikur ka qenë në barkun e nënës. Që ku është bebja ime që po i bjen edhe lëkura